në dy subjekteve politike të regjistruara. Bëhet fjalë për Partinë Republikane për Ndryshime dhe për Partinë Politike Shpresa Demokrate. Sipas paragrafit 1 të nenit 15 të ligjit për financimin e subjekteve politike, subjektet e regjistruara politike obligohen që deri me 1 mars të çdo viti kalendarik të dorëzojnë në KQZ raportin vjetor financiar. Partia politike, Partia Republikane për Ndryshime, me akronimin PRN, është regjistruar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si parti politike me datën 18/3/2021. Ky subjekt politik i regjistruar ka qenë i obliguar të dorëzojë raportin vjetor financiar me 1 mars të vitit 2025 për pasqyrat financiare që përfshin periudhën në janar 2024 të 31 dhjetor 2024. Duke qenë se ky subjekt politik nuk i është përmbajt afatit të përcaktuar me ligje për financimin e subjekteve politike, zyra ka shqiptu gjobë ndaj këtij subjekti politik, ku e ka obligu që brenda periudhës prej 15 ditësh ta sjellë në zyrë raportin vjetor financiar. Meqense se subjekti politik Partia Republikane për Ndryshime këtë raport nuk e ka dërguar brenda afatit të përcaktuar në vendimin për shqiptimin e gjobës, zyra i rekomandon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të pezulloj subjektin politik Partia Republikane për Ndryshime sipas paragrafit 17 të nenit 15 të rregullorës numër 62/2024 për menaxhimin dhe mbikëqyrjen financiare të subjekteve politike, ta obligoj partinë politike të regjistruar që në afat shtesë prej 15 ditësh të dorëzojë raportin vjetor financiar për vitin 2024. Në rast se nuk i përmbahet këtij afati të dhënë shtesë, atëherë zyra do t'i rekomandojë KQZ-s që regjistrimin e subjektit politik sipas paragrafit 18 të nenit 15 të rregullorës numër 62/2024. Andaj lidhur me këtë, ju rekomandojmë që të pezullohet subjekti politik Partia Republikane për Ndryshime. Faleminderit, drejtor. A ka dikush diçka lidhur me këtë rekomandim? Nëse jo, hedh në votim kush është për miratimin e rekomandimit. Atëherë kundër abstenim nuk ka, 10 vota për, miratohet rekomandimi, ashtu që Partia Republikane për Ndryshime pezullohet për periudhë prej 15 ditësh dhe obligohet që në afat për 15 ditësh të dorëzojë raportin vjetor financiar për vitin 2024. Vazhdojmë me pikën e radhës, drejtor. Të njëjtin rast kemi edhe të subjektit tjetër politik i regjistruar po ashtu, i cili është regjistruar nga KQZ-ja me 6 tetor 2023, bëhet fjalë për subjektin politik Shpresa Demokrate. Po ashtu edhe ky subjekt politik i regjistruar nuk i është përmbajtur detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji për financimin e subjekteve politike, dhe lidhur me këtë po ashtu zyra i rekomandon KQZ-s që të bëjë pezullimin e këtij subjekti politik në mënyrë që brenda 15 dite si afat shtesë të dorëzoj raportin vjetor financiar. Në rast se nuk i përmbahet këtij detyrimi, atëherë zyra i rekomandon KQZ-s pastaj që regjistrimin e subjektit politik. Andaj edhe te subjekti politik Shpresa Demokrate rekomandojmë pezullimin. Faleminderit, drejtor. A ka dikush diçka lidhur me këtë pikë? Nëse jo, hedh në votim kush është për. 10 vota për, kundër dhe abstenim nuk ka, miratohet rekomandimi i zyrës, ashtu që Partia Politike Shpresa Demokrate pezullohet dhe njëjta obligohet që në afat prej 15 ditësh të dorëzojë raportin vjetor financiar për vitin 2024. Faleminderit, drejtor. Në të ndryshme, a ka dikush diçka? Nëse jo, me kaq që përmbyllim mbledhjen. Faleminderit shumë. Lidhur me? Lidhur me potencialisht nëse ka post revoltim me post sa mund me zgjatë. Ky proces edhe aktiviteti i dorë që presin për politikë që të rezultate. Presim vendimet e të zatës edhe që ka të sugojnë mandena të dorë.